Partia Shqiptare pjesë e pushtetit vlen ka akuzuar opozitaren BDI se po bllokojnë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë, duke e cilësuar këtë si një veprim që dëmton interesat e shqiptarëve dhe bie ndesh me frymën e marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Sipas dhënësit të vlen Driton Sulejmani, udhëheqësia e BDI-s po tenton të krijojë perceptimin se të drejtat e shqiptarëve janë të rrezikuara vetëm për shkak se kjo parti nuk është pjesë e qeverisë. Sulejmani thotë se BDI po e bllokon ligjin për përfaqësim të drejtë, jo për të mbrojtur shqiptarët, por për shkak të jetjes për pushtet. Në recistë të vogël, kam përgatitur një skenar të rrezikshëm. Duan të krijojnë përshtypjen se të drejtat e shqiptarëve janë të rrezikuara vetëm se BDI nuk është pjesë e qeverisë. Për ta, duket se shqiptarët kanë të drejta vetëm kur ata janë në pushtet dhe kur njerëzit e tyre ulen në kolltuqjet e institucioneve. Udhëheqësia e korruptuar e BDI-s nuk mund ta pranojë faktin se shumica e shqiptarëve i dërguan në opozitë. Prandaj, tani kanë vendosur të hakmerrin pikërisht ndaj tyre, duke bllokuar ligjin që synon të garantojë përfundimisht përfaqësimin e drejtë. Nga opozitarja BDI ditë më parë kanë reaguar duke thënë se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, vetëm ligj për përfaqësim adekuat etnik, nuk mund të quhet. Ndërkaq, Sulejmani thotë se BDI-ja ka vendosur ta përdor kauzën shqiptare, duke menduar se nëse krijojnë kaos, qytetarët do t'i rikthejnë sërish në pushtet. BDI-ja tashmë është e demaskuar plotësisht. Qytetarët prej kohësh u njohin mënyrën e veprimit. Pas retorikës së tyre patriotike kanë mbetur vetëm tenderistë që luftojnë për poste, privilegje dhe mundësinë për t'i mbushur sërish xhepat e tyre. Shqiptarët u treguan një herë derën e opozitës. Nëse vazhdojnë të bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe të veprojnë kundër marrëveshjes Kornisë të Ohrit, do të mbeten në opozitë edhe për një kohë shumë të gjatë. Ndryshe, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i propozuar nga qeveria pret miratimin në kuvend. Nga vlen, thonë se skenari i BDI-s me blokada nuk kalon.